Wendy krye larti, bashkohet të gjithë tu. Bobi dhe grupi, kënaqen pa mas. Së bashku punojnë, ne hale dhe gaz. Ndërtuesi, ndërtuesi. Ilçak dhe zogu, Revis dhe shati, zojnë e punojnë, të gjithë së bashku. Ndërtuesi, ndërtuesi. Më vjen keq pillçart. E di që do më ngjezim, por E marrë mira, Bob. Ti dukesh i sëmur. Jam i sëmur. Kam një të ftohur shumë të keqe. Atëherë duhet të qëndrosh brenda në të ngrohtë. Jo, nuk mund ta bëj këtë. Kemi një punë të madhe shtrimi në rrugën kryesore për të bërë. Ti nuk je mirë, Bob. Por makinat e mia po më presin të gjitha mua. Mirë, do t'i them unë që je i sëmur. Wendy, gjithë trafiku i qytetit është devijuar që ne të bëjmë punën sot. Duhet jemi gati përpara orës 5. Oh, mos. Ndjem si i trollosur. Po, Bob, pse të mos dal unë me makinat? Ose të bëhet puna me mbikëqyrjen time, ose të mos bëhet fare. Mirë, në rregull, do t'ja them unë makinave. Merr celularin. Sigurisht. Mirëmëngjes, Wendy. Ku është Bobi? Ai është ftohur keq. Ish kreti Bob. Jam ftohur edhe unë një herë. E disa shumë të shtia. Si Bobi. Ai do të qëndroj brenda derisa të bëhet më mirë. Po si do ta bëjnë punën Balta, Hutaqja dhe Rolej pa Bobin? Po jam unë. Në rregull. Mirë, unë do të qëndroj të kujdesem për Bobin. Edhe unë gërmues. Jeni shumë të mirë. A mundemi ta rregullojmë? Mirë, jemi më vonë. E marrë të mira, ka shumë gunga. Po, Wendy, por kjo është puna jonë. Unë e përzej. Unë e shpërndaj. Dhe unë e shtroj. Mirë, atëherë le ta bëjmë. Bob, nuk ndihesh mirë, ha? Ndjem shumë i dobët. Ju lumt, duket e përkryer. Hutaqja ka topin. Ajo po vrapon, ajo do të shënoj. Ajo shënoj dhe turma prahoriti. Hutaqe, Jo, kam ngecur. mos u shqetëso, do të nxjerrim ne. Por si, do të ngecësh edhe ti. Por duhet të bëjmë diçka. Nuk mund ta lëm Hutaqen aty. Jo, nuk mundeni jo. Qetëso, Hutaqe. Do të marr Bobin dhe ai e di se çfarë të bëjmë. Jo, Bobi është i sëmur. Duhet ta zgjidhim ne këtë. Atëherë, bëjeni shpejt, ju lutem, para se të kthehem në gur. Do të doja që gërmuesi të ishte këtu. Ai do ta zgjidhte këtë. Ne nuk mund të futemi, por mund ta tërheqim Hutaqen që aty. Na duhet kryelarti. Ai mund ta nxjerrë Hutaqen në moment. Shkëlqyeshëm bal. Të lumt Balt. Duhet të shpejtojmë. Hidhu sipër, Wendy.
Wendy, Balt, u kthyet? O, sa shpejt. Kryelart, na duhet ndihma jote. E imja, po pse? Unë s'mund të ndërtoj rrugë. Cili është problemi? Utaqja ka ngecur dhe na duhet ndihma e kryelartit. Jo! Ajo është mirë, Kryelart, por na duhet që ta nxjerrim sa më shpejt. Kryelarti të ekspedimi! A çfarë po ndodh? Ç'kemi, Bob? Si ndihesh tani? Pak më mirë, faleminderit gërmues, por ç'ishte gjithë ajo zhurmë që më zgjohi. Po kryelarti, ku është kryelarti? Kryelarti, Kryelarti shkoi të shite si po ja kalonin të tjerët. Po, ora është 4 tani, pra kemi vetëm një orë përpara se rruga të rihapet. Shpresoj të mos ketë patur probleme. Jam i sigurt që çdo gjë ka shkuar mirë, Bob. Mos u shqetëso. Kape, utaqje, kape! Shpejt, kryelart, provoje përsëri të lutem. Gati! Po. Të lumt, Kryelart. Të lumë! Faleminderit. Mos. Më duket se na ka mbetur vetëm një orë. Jepini tani, le të mbarojmë rrugën. Dhe tani unë deklaroj këtë rrugë të hapur. Përshëndetje, çfarë po ndodh këtu? Nëse po bëm një punë pa Bobin, riparuam rrugën me Wendy. Pa keni harruar një pjesë. Ku? Ja dolëm, Bob. E mbaruam rrugën. Shkëlqyshëm skuadra. Faleminderit shumë të gjithëve. Duhet të kthesh brenda, Bob, për ndryshe nuk do të bëhesh mirë. Bëj si të thonë, Bob. Mirë, më mirë. Do të fle herët sonte. Shihemi të gjithë në mëngjes. Shkreta unë. Mendoj që të gjithë kemi nevojë. Natën, kryelart. Natën, gërmues, natën e mirë, olej. Natën, hutaqe. Natën, Balt. Natën. O Balt, shënova një gol të madh fare sot, ë? Vërtet? Po. Afshëf! Balt, Balta mori të formën e Bobit. Wendy kryelarti, bashkohen të gjithë Bobi dhe grupi, kënaqen pa mas, së bashku punojnë, me hale dhe gaz.
Mirë, Balt. Ky këtej është kazani. Pjesa më e rëndësishme e ngrohjes tënde qendrore është kazani. Tani, për cisternën e ujit të ngrohtë. Do ta marr unë. Në rregull, Balt. Unë do të marr unë. Ups. Nuk ka problem. Ti po përpiqesh të më ndihmoje. Mos. Ja, tani për tubat dhe radiatorët do të shohim. Këti pas ka ngjesur diçka brenda. Nuk duhet të kemi tuba të bllokuara në një sistem ngrohje qendrore. Ej! Bob, je mirë aty brenda? Çfarë? Po, Balt, jam mirë. Dëgjoje këtë, dëgjoje. Tingëllon si diçka e pa dëgjuar më parë, kupton? Nuk e di. Çfarë? Unë mendoj se kjo tingëllon shkëlqyshëm, si një tromp. Mirë, Balt, kaq mund të bënim për sot. Do të kthehemi nesër që ta mbarojmë. E di, Balt, mendoj që mund të bëjmë një tromp me disa nga këto tuba këtu. Po është një tromp? Po, e ke parasysh instrumentin muzikor? Ti i fryn nga njëra anë dhe zhurma del nga ana tjetër. Pse? Ta them rrugës për në shtëpi. Jo, kjo nuk bën. Të shohim... Wendy? Po, gërmues? Çfarë po bën? Po mendoj për ndonjë dhuratë për disa miqtë e mi. Sapo kanë marrë një shtëpi të re. Çfarë do të marrësh, ë? Pikërisht, Utaqe. Nuk më vjen gjë në mendje. Si thua për... Jo, kjo është qesharake. Gjeta, merr një çajnik të shesht. Çajnikët nuk janë të sheshtë, Rolej. Po tu kalosh sipër. Po, faleminderit shumë, Pilçer, por nuk mendoj që ata kanë nevojë për një orë me kurdisje. Hey, merreni me mend. Bobi thot që do të bëj një tromp. Një tromp? Po, një tromp. Më lër të shoh, dua të shoh, të lutem. Hey, si ju duket kjo, ë? Çfarë po ndodh? Është trompa e Bobit. Perëndi, çfarë zhurme! Më pëlqen. Ti je i lezetshëm, Bob. Unë? I lezetshëm? Mbase mund të hyj në një orkestër nëse filloj të ushtrohem. Se duhet t'ja themi këtë? Jo, s'duhet ta mërzisim. Mos u bëj dobët. Bobi po shpreh si një stuhi. Bobi shpreh si stuhi. E ka fajin tromba. Ai do të shkoj të flisë shpejti. A mund të rregullojmë? Jo, nuk mundemi. Unë mendoj se është në rregull. Mua më pëlqeu. Unë nuk e di pse anko është ti, por unë bëra një gjumë vërtet të mirë. Gjumë? Me gjitha të zhurmë? Vëbas që Bobi është i lodhur këtë mëngjes, pasi ai ka luajtur me trombën e tij gjithë natën, nuk do të luaj për ca. Bob, për trombën tënde? E mirë apo jo? Dhe të mendosh se e bëra vetë. Nuk doja të thoja këtë. Shiko, ne ndoshta mund ta fshehim. Ej, Balt, kemi punë për të bërë. Hajde. Jepi krye lart. Tani është shansi ynë. O, të lumë krye lart. Nuk e gjen dot aty.
Çfarë ishte kjo? Çfarë? Vetëm një kërcitje mëngjesore. Në rregull, po eja, duhet të mbarojmë ngrohjen qendrore, të kujtohet? Po, mirë. Utaqe, Po? edhe ti më duhesh për përzierjen e çementos për meremetimet që do të bëjmë. Mirë. Mos. Ndoshta mund ta lë këtë atje teja? Nuk mund ta bëjmë këtë. Është trompa e Bobit. Mos. Po, ke të drejtë. Jo keq. Shumë melodike. Megjithatë, jo aq sa trompa ime. Hej, Utaqe, qimenton të lutem. Je i sigurt? Sigurisht që po, Utaqe. Hajde, jepi. Mirë. Oh, trompa ime. Po si u gjend aty? Unë po fshihem. Nuk e kam iden. Oh, mirë. Më duket se nuk është dëmtuar. Do ta pastrojmë dhe do ta bëjmë si të re. Mirë. Shkëlqyeshëm. E shikoni? Si e re duket. Rolej, do të më duhesh për të më ndihmuar mua. Kuptova, Bob. Rolej, çfarë ishte ajo zhurmë? Është trompa jote. Më vjen shumë keq. Unë nuk e pash atë. Oh, mos u shqetëso, Rolej. Nuk duhet ta kisha lënë unë aty. Gjithsesi, gjithë ato fryrje po mi bënin faqet plag fare. Po kjo është e përkryer. Nuk është kështu. E di që është thyer. Është e thyer tërësisht. Jo, dua të them. Shiko, janë bërë një grup zilka ere të lezetshme. Pikërisht tamam këtë lloj gjëje po kërkoja për miqtë e mi. E di që ke të drejtë. Unë mendoja që kisha bërë një tromp, kur ato gjatë gjithë kohës ishin thjesht një kompleks zilkashere. Zilkashere! Mua më pëlqente trompa. Duhen shumë aftësi për të bërë një komplet zilkashere. E di pilçart? Oh! Një orkestër e madhe, shkëlqyshëm. Kjo më pëlqen. Po. Vendi krye larti, bashkohen të gjithu. Bobi dhe grupi, kënaqen pa mas. Së bashku punojnë, me hale dhe gaz. Ndërtuesi, Ilqa Këzogu, Revis dhe Shati, Këzojnë e punojnë, të gjithë së bashku. Ndërtuesi.
ishe me trujnë dhe ne kemi ngesur një fush, po çfarë po ndodh gërmues? Thjesht, të gjitha këto për konkursin e madh të kërcimit në rresht sonte. Kërcim në rresht? Po çfarë është ky? Dëgjoj kryelart. Është kërcim amerikan, siç bëjnë kaubojsat. Vesh rroba kaubojsi dhe kërcen në një rresht. Ja kështu. Merr partneren tënde për dore, bëj një hap majtës dhe rrotullohesh. Bëj një hap djathtas dhe hidhesh dhe... Oh, Bob! Ti je shumë i zoti. Faleminderit Balt, jam praktikuar. Mevis dhe unë jemi regjistruar në konkurs sonte. Vërtet? Mevis e zyrës së postës? Po, kemi javë që marrim mësime. Kalofsh mirë në konkursin Marjorie? Pafshim! Oh, jeta nuk është e drejtë, apo jo, Pilchard? Për shembull, sonte, dua të them, disa do të kërcejnë gjithë natën, ndërsa disa të tjerë thjesht do të ikin në shtëpi të shikojnë sërish televizor. Sërish. Gjithsesi, nuk duhet të shfryh. Mavisi dhe Bobby kanë punuar shumë. E meritojnë që të fitojnë. Prova. 1, 2, prova. Mirë, punojnë të gjitha. Oh ja, shikoj orën. Duhet të le përgjegjës ty gërmues. Duhet të shkoj në shtëpi për stërvitjen e fundit. Pa merak, Bob, a mundemi të rregulloj? Mundemi! Po, kështu mendoj. Shkëlqyshëm. Tani, ku është Travis? Më tha që do të më çonte ai. Si u bë ajo puna ajo gjë e kërcimit? Para, 2, 3, 4, anash, 2, 3, 4. Faleminderit për shoqërimin, Travis. Jeva në solën, Bob. Shihemi, Travis. Tin, dal, tin. Edhe gjumë do ta këndoj këtë. Wow! Kjo është muzika që do të kërcejnë sonte. Po, më pëlqen. Më bën që të rrotullohem. Imagjino që tani unë mund ta shoh. Dhe fitues janë Bob dhe Mavis. Bob, Ha? Çfarë? telefoni. Është Mavisi. Përshëndetje, Mavis. Kam parandinja të mira për sonte. Oh, jo. Oh, jo. E si të ndodhi kjo? Në pistën e vrapimit? Oh, mos. E po, nuk e se çfarë bën. Pafshim atëre. Lejme të këqia? Më të këqia nuk bëhet. Mavis ka ndrydhur kyçin e këmbës. Nuk ka asnjë shans që të kërcej Oh, sonte. Bob, sa keq. Oh, Wendy, çfarë mund të bëj? Mendoj që duhet të anulloj regjistrimin për sonte. Oh, jo. Mos bëj gjëra të nxituara, Bob. Dua të them, ja, ndoshta mundet, mbase mund të gjesh një partnere tjetër. Por unë nuk njoh njëri tjetër, Wendy. E po, jam gjithmonë unë. Ti? Vërtet? Mund të kërcesh në E rresht? po, mësoj shpejt dhe do të më pëlqente ta provoja. Vërtet? Po. Juhu! Wendy! Ti vërtet po mëson shumë shpejt. Faleminderit, Bob. Shikoj orën. Bëj mirë të bëhemi Në gati. rregull, sa të shkoj në shtëpi të vishëm dhe do të kthehem para se ti ta kuptosh. Mbaroj? Kështu mendoj. Gërmues? Po. Ikim në shtëpi. Ura! Sa mirë.
duke shumë bukur. Dhe ti nuk je keq. Cowboy. Ju dukeni qesharak. Hej, Wendy, dukesh e mrekullueshme. Ku po shkoni? Po Mavisi ku është? Mavis i ka vrar këmbën, kështu që do ta zëvendësoj unë. Duhet të ikim ose do të vonohemi. Na uroni fat. Mundet ta fitojnë! Po, Po, kështu mendoj e unë. Do të doja të merrim dhe ne pjesë në Po, konkurs. është shumë zbavitse. Bobi na tregoi si të bënim disa hapa. Ej, kam një ide. Në rregull Pilçart, kur të jesh gati, Tani do t'jetë radha jonë, Wendy. Po nervozohem vërtet tani. Mos u shqetëso, do t'ja dalish. Vërtet mendon kështu? Sigurisht që po, partnere. faleminderit Bob Buallit dhe Wendy nga Perëndimi. Një dua trokitje njerëz. Kulum. Hej, Hudajqe, mendon se Bobi dhe Wendy do të kenë mbaruar tani? Besoj se janë rrugës për në shtëpi. Unë me zi po pres të marrë vesh nëse ata kanë fituar apo jo në konkurs. Edhe unë. Bobi është i zoti, kështu që nuk i dihet. Nuk mund të fle. Jam shumë emocionuar. Ja ku erdhëm, Wendy. Shtëpi, ëmbla shtëpi. Faleminderit për mbrëmjen e këndshme, Bob. Faleminderit juve, zonjë. Ti ishe një partnere e shkëlqyshme, Wendy. Po, kështu ishe edhe ti, Bob. Gjithsesi, më mirë të hy. Shihemi në mëngjes. Natën, Bob. Natën, Wendy. Bob, Po flen të gjithë. Unë jo. Na trego për konkursin, Bob. Oh, ja, më vjen keq që ne fituam. shkëlqyeshme. Bravo, Wendy.